Oda Dibrane për të tretin vit me radhë çeli Siparin si një festival folklorik mbarkombëtar që organizohet në 2 qytete, në Peshkopi dhe në Dibrën e Madhe në Maqedoni. Artistë shqiptar nga të gjitha trevat të përfaqësuar në 19 grupe konkurrojnë në 3 netët e festivalit, një prej të cilave u zhvillua në Dibrën e Madhe. 2 të tjerat vijojnë në Bashkinë e Dibrës në Shqipëri. 2 kryetarët, ai komunës Dibrë e Madhe Rushdi Lata dhe ai bashkisë Dibrë Muharrem Rama, ju uruan mirëseardhjen artistëve nga të gjitha trevat shqiptare. Vim nga qarku i Vlorës, jemi grupi polifonik Krojet e Velçës. Ne në Odën Dibrane është herë e parë që vim, po vërtet jemi të kënaqur me sa shoh. Unë kam qenë dhe herë të tjera, nuk është se është herë e parë, por sa herë që vin, gjithmonë ka gjëra akoma më të reja dhe më të bukura për të parë. Tek Oda Dibrane në Shqipëri kemi qenë është viti i 5, po Dibrën në Maqedoni është viti i parë. Jemi shumë të kënaqur sepse vim na dhe unë tonë. Kjo është hera e dytë, sepse na kalon shumë përshtypje festivali Oda Dibrane dhe besoj që do kemi sukses edhe këtë herë. Ky festival, ndër më jetëgjatë të llojit të tij, është në edicionin e 22. Dhe është një mundësi shumë e mirë që ju krijon të gjithë grupeve nga gjithë trevat shqipfolse për të kërkuar, për të gjetur dhe për të risjell vlerat më të mira që ka kombi ynë. Ka 3 vite që Oda Dibrane zhvillohet në 2 Dibrat. Kjo tregon që pavarësisht nga kufiri, 2 Dibrat vazhdojnë të mendojnë së bashku, vazhdojnë të jetojnë së bashku, vazhdojnë të gëzojnë së bashku. Oda Dibrane, bashkë me emrin që i referohet domës tradicionale të pritjes, kundër të tjera thureshin këngët epike, prej vitesh mban gjallë traditën folklorike, duke organizuar edhe në trevat shqipfolse të mbetura jashtë kufirit shtetëror.